Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka kujtuar përmes një postimi në Facebook sulmin që ndodhi një vit më parë ndaj kanalit të Iber Lepencit në fshatin Varak të komunës së Zubin Potokut. Ai e ka cilësuar këtë ngjarje si një sulm kinetik terrorist, të dytin me radhë në 2 vite pas atij paramilitar në Banjës të Zveçanit dhe të parin e drejtuar ndaj infrastrukturës kritike të Kosovës. Sipas Kurtit, shpartimi me eksploziv ka dëmtuar rënd pjesën fundore dhe njërën ballin të kanalit, duke rrezikuar furnizimin me ujë për të gjithë konsumatorët që varen nga ky sistem, përfshirë edhe termocentralin Kosova B. Synimi i autorëve sipas Kurtit ishte të shkaktonin pasoja të rënda, si ulja për 60% e prodhimit të energjisë elektrike, ndërprerje e furnizimit me ujë për komunat Mitrovic, Skanderaj, Drena, Zvushtri, Fush Kosovë dhe gjysmën e Prishtinës, si dhe ndërprerjen e shërbimeve të ngrohtores qendrore dhe përgjysmimin e kapaciteteve telekomunikuese. Kurti thekson se reagimi institucional ishte i menjëhershëm dhe vendimtar për të parandaluar një krizë të madhe energjetike dhe humanitare, fal veprimeve profesionale të institucioneve. Pavarësisht dëmeve, u sigurua rrjedhje mjaftueshme ujit për ftojen e termoelektranave dhe për furnizimin e banorëve me ujë të pijshëm. Në afat rekord prej vetëm një muaji, akuadukti i dëmtuar u rindërtua, rrjedha e ujit bashkë me sistemin u rikthye në kapacitete të plota operative. Përgjigjja jonë dëshmoi aftësinë e lartë reaguese të ndërmarrjeve publike dhe institucioneve shtetërore. Shteti dhe Republika triumfuan përsëri përballë grupeve ekstremiste dhe terroriste që mbështetjen e financimin e gjente Beogradi zyrtar, e inspirimin dhe metodat i gjente Rusia. Sulmi ndaj infrastrukturës kritike në Iber Lepenc i njësonte sulmeve ruse ndaj rrjetit energjetik të Ukrainës. Pas bastisjeve në veri të Kosovës në lidhje me këtë sulm ishin konfiskuar armë, uniforma dhe pajisje të ndryshme, si dhe u gjetën emblema ruse dhe serbe të strukturave të inteligjencës, ushtrisë dhe sigurisë. Edhe sot ato janë dëshmia e qartë për përfshirjen e grupeve ekstremiste dhe terroriste serbo-ruse, me lidhje të forta në Serbi që synime kanë destabilizimin e Kosovës tonë dhe krijimin e një mjedisit të pasigurt në rajon, shkruan Kurti.